Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot Krishti përforcon fjalën që na ka dhënë dje. Dje ai ka shku në qendër, që është me dash Zotin. Dëgjoj Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, vetëm një Zot ke e do ta duash hyn tënd me gjithë fuqinë tënde, me gjithë zemrën tënde, me të gjitha forcat e tua, me gjithë shpirtin tënd. Edhe të afërm, por si vetveten. Thelbi, zemra e jetës e krishterë është kjo. Edhe kjo gjë vlen ma shumë se çdo sakrificë, që çdo fli. Edhe kjo fjalë shkon mirë për kohën e tanishme, kohën e kreshmeve, sepse përpjekjet tona, luftat tona që ne bëjmë bashkë me Krishtin, shpresojmë që ta bëjmë bashkë me Krishtin, më thënë agjerimet, lutjet, lemoshat, nuk kanë asnjë kuptim nëse nuk na ndihmojmë që ne të duam gjithmonë më shumë Zotin edhe të tjerët. Kot janë, bile, ka mundësi se sipas ungjillit të ditës, që sot Krishti na kallëzon shëmbëltyrën e tragambledesit edhe fariseut. Fariseut të dy shkojnë në tempull, edhe fariseu vetëm burret me veprat e mira që bën. Por përçmon tragambledesin. Edhe tragambledesi nuk ka krenari, nuk ka vepra për të mburrur, por shef realitetin e vet që është mëkatar, edhe kërkon falje, o hyj, ki mëshirë për mua mëkatar. Edhe Krishti thot që tragambledesi shkon në shtëpinë shfaqsuar, kundër por tjetri, jo. Fariseu nuk ka dashuri të vërtet, edhe ka mundësi që veprat tona kreshmore, që nëse nuk na ndihmojnë, që ne të duam Zotin më shumë edhe të tjerët, atëherë do të jenë një ndihmë për krenarin ton, që krenaria jonë të rritet, që të mendojmë se ne jena më mirë se të tjerët, edhe atëherë të gjykojmë të tjerët. Per me gjyku të tjerët kena nevojë gjithmonë me kem bita. Askush ka mundësi me gjyku prej poshtë. Tragambledesi që ka pa realitetin e vet, mëkatin e vet, nuk ka pas mundësi me gjyku askënd, sepse kishte mëkatin e duart e veta. Edhe ne kena nevojë me pas të njëjtën përvujtëri, me pak këtë realitet, se ne jena mëkatar. Edhe nëse kemi këtë eksperiencë, Zoti na ndihmon. Na ndihmon edhe me kuptu që ai na don falas. Askush ka mundësi me dhanë çfarë nuk ka. Për të dashur Zotin në vendin e parë të tjerët, si veten ton, kena nevojë me bë eksperiencën që Zoti ne na ka dashur duke qenë mëkatar. Që Zoti na ka dashur edhe na don në dobësinë ton, që mendon mirë për ne, që na vlerëson. Atëherë, duke pasur këtë eksperiencë, edhe duke jetuar vazhdimisht këtë realitet që Zoti na don falas, atëherë do të duam të tjerët me shpirtin që ai na jep. Që lëvdu Krishti.